Ju mendoni që Ministria e Bujqësisë apo nivelli qeveritar duhet ta ketë fondin për ujtje të racave autoktone? Gjithë thëmë si masmeje çdo është, nëse do më konë një shtet funksionale, çdo shtet në botë, sa unë jam informuar, i bojnë ujtje në racë edhe me një xhelozi, me një fanatizëm të madh dhe ujnë racën e vet, a veni jonë pak i intereson ajo punë. Sa që do jenë konë do evropian, Zvicrës në verë dhe kështu që jenë të i punu dhe projekte për me bon rujtje në racë. Kryesisht racën Balush edhe Bardhok. Po shteti jonë s'është interesum sa shihet, nuk është shumë interesum këtë drejtim, se çdo vend e ruan. Keni ide ju, si mund të veproj shteti? A është çmimi i njëjtë për subvencionim për kokdeleve 15 euro është, apo? Si për Bardhok, si për Balush, si për Syk. Edhe Syka është e Peshteti dhe Peshteri është yni. Por kemi raca që janë Merino, Virtenbergu, që janë do raca komerciale, janë ato. A mendoni që ato duhet ta kenë çmimin më të ulët se sa këto autoktonët? Jo, nuk janë për me dëmtu kërkan. Asë për me dëmtu. Ti të mbash... Po kjo i shdash nëse çka thirret racë autoktone, çdo kush e din. Duhet të ketë edhe pak favore. Duhet mi pas favore tjetra. Jo mja hek raca tjera mja shumë kësaj, nuk jam për ata. Jam me bon një subvencionim të veçantë për racat autoktone. Pavarësisht të delet apo të qet apo të lopë. Si dhe edhe ato janë racat autoktone tonat. Pse ta lejojmë në ashta një shtet tjetër me mburë me racat tona, sikur se pëndodhë me qanën e sharit. A ki përfitu diçka nga Ministria e Bujqësisë? Ka Ministria e Bujqësisë këtë fermë këtu ku jemi, kom fitu në 2015. 2016 kom bas përfitim projektin për një mini fabrikë qumshtit atje djathit. Edhe ata mund të shojmë vazhdim. Tash do të shkojmë atje? Pa tjetër. Tash jemi këtu në fabrikën e qumshtit, apo qumshtorë? Mini fabrikë djathit. Edhe kjo është donacione? Donacione Ministrisë, falënderimi veçantë edhe për Ministrinë është kjo, edhe shtalla ku kem atje pak më herët ferma. Të dy donacione janë Ministrisë, 2015-2016. Participimi ka qenë fermen atje, më konë nërë 40 vjeqarë, më ka fshi 75% më konë, me 25. Në këto më konë 70 me 30. 70 për Ministrisë, 30 mjetë, po. Ato mjetë edhe ki pas vetanake, apo me këndimari? Me vetanake, diçka huazime dhe kështu që ja kem dalë mjetë. E pse nuk përdohet për momentin tu? Për momentin, kjo është për djath delëv, delët ende nuk miren. Nuk është... Deri dojnë qenjë. Qumë shkan, po i kanë qenjë. Qumë shkan, po i kanë qenjë. Prioritet ushqimin e qenjët. Bajtja qenjët. Pa tjetër. Me qumë shtlove ka pak po ponojmë, po ma pak. E blerësit? Blerësit, ku janë? Konsumatorë? Blerësit i kam kësisht me tregti pak ma të mdhaja, veç që kam me dërzoni, jo dërzojnë pej, ata e shpërndajnë për markete anë. Dyqanet e mdhatë? Po, ata e shpërndajnë. Kompanit e mdhatë. A është interesimi për këtë? Interesimi është shumë i madhë. Interesim ka nuk kemë prodhem që ka interesim. Interesimi është shumë i madhë. Perspektiva për të investu ma shumë? Perspektiva është pa tjetër. Nëse me gjdo punë si të merësh, si merësh për i me, perspektivë pa tjetër si ka. Pa tjetër. Vetë si du të mu marë, pa dyshim du të më punu, jo më bo i gore. Gjdo punë si të merësh vësh, hajtë se a mundet edhe diçka tjetër dikush të ndimoj? Për shembull, Ministria e Bujqësisë, keni ndonjë ambicje tjetër, ndonjë plan? Kom pas plan që atje se kom rritë edhe numrin e love, kom po diku rreth 30 kërë, kom pas nevoj me zhënu një fermë të love, po të shofim, ma apliku në ashtë me nëje, që shkuft. Po ma interesu mja dhanë dikuj kush është edhe ma nevojshëm në shtacione, si ka ndrasa dhe, si edhe mu me dhanë në ashtë kur se kam ku me ingu apo kam. Ka njëzë nevojshëm nevojat ndryshme ka. Po pa tjetër ma apliku du, që shte ka.